Si analizoni vetë deklaratën e Nikos Dendias, i cili ka theksuar se u prita nga kryeministri i Shqipërisë Edi Rama në kontekstin e vizitës time në Tiranë, ne analizuam situatën më të gjerë gjeopolitike në rajonin ton, pata mundësinë të flas për Himarën, nga e cila konsideroj origjinën time dhe përsëris qëndrimin tim se pakica kombëtare greke është një urë misie midis dy shteteve dhe popujve. Çfarë do të thotë Dendias kur specifikon që origjina ime është nga Himara? Unë do ta quaja më shumë propagandë dhe hipokrizi, sepse në qoftë se tregon origjinën, këto do të jenë ura lidhse dhe bashkëpunimi dhe jo ndarje mes vendeve. Për fat keq pala greke, këtë identitet, këtë lidhje dhe trashëgimi, ne për fat keq deri tani ne shqiptarët nuk kemi arritur jo të përfitojmë, por të marrim as atë që meritojmë në raport me marrëdhëniet diplomatike mes dy shteteve dhe mes dy vendeve. Në të kundërtën, unë thash edhe përsëritet pak më lart, nuk është vetëm faji i palës greke. Këtu, për fat keq, edhe pala dhe politika e qeverisë shqiptare nuk e ka realizuar atë që duhet për të qëndruar fort dhe për të bashkëpunuar me palën greke, sepse fati na ka dënuar apo jo për të bashkëjetuar në harmoni dhe në kufi me njëri tjetrin. Kështu që nuk është normale për mua, unë do ta quaja që kryeministri i parë që zgjidhet sapo zgjidhet në Shqipëri me votim të lirë, unë do ta quaja që vizitën e parë duhet ta bënte ta organizote në Athinë për të treguar atë dashamirësinë e bashkëpunimit, të marrëveshjes dhe të harmonisë dhe të dëshirës për të zgjidhur problematika që ekzistojnë prej shumë kohësh. Kjo nuk është e pamundur, është e mundur, por çdo gjë bëhet duke ulur në tavolinë e bisedimeve, duke pranuar edhe gabimet që janë bërë dhe duke patur një vazhdimsi, sidomos në linjën diplomatike dhe të bashkëpunimit me vendet fqinje. Nuk mund të ndryshohet, thosh tash mik strategjik, sot kam partner strategjik Shtetet Bashkuara të Amerikës, që natyrisht janë do mbeten përhershëm, pastaj ndryshon e shkon tek Turqia apo një vend tjetër. I ke edhe ato, por zgjuarësia, loja diplomatike në interes të vendit dhe të qytetarëve tu duhet realizuar me kujdes, sepse një shprehje, një incident diplomatik prish dhe hedh poshtë gjithë punën që është bërë nga të tjerët dhe prish edhe të sotmen e nuk mendon fare për të ardhmen. Kjo do të jetë ajo pjesa që duhen ekspertët, duhen specialistët, duhen diplomatët me eksperiencë, e të mos lënë nëpër arkivat çfarë shteti shqiptar ka realizuar në marrëdhënie me palën greke. Por ata i shfletojnë her pas here dhe nuk i lënë asnjëherë të zenë plumur dosjet me çështjet dhe problematikat që kemi mes dy vendeve. Dhe ne për fat keq jo rrallë ndodh që kur vijun në një detyrë, atëherë fillon të rrotullohet bota. Jo. Duhet i referohem dhe të hap dosjet, të hap arkivat, të marrësh ekspertë, të marrësh specialistë që ne i kemi me shumicë, nuk ka rëndësi kuj parti i përket, e majt e djathtë, ti e merr dhe ai flet si ekspert. Dhe këtë duhet të i kemi me shumicë, nuk është se s'kemi, por duhen përdorur duke heq dorë nga pjesa se ma ka dhënë apo s'ma ka dhënë votën në një fushat. Nuk ka rëndësi, shqiptarët nuk ka rëndësi se si ndahen brenda vendit. Në parti, në grupime është e drejta e tyre, në demokraci jemi, por ama kur vjen problemi për çështjet kombëtare, për çështjet e shtetformimit, për çështjet e të ardhmësit, atëherë këtu nuk ka më parti, këtu ka qëndrim të njëjtë, unifikues nga e gjithë klasa politike shqiptare. Këtë e kam parë dhe edhe juve besoj dhe çdo qytetar e shikon që për fat keq më kujtohet ajo parolla që për një plesht i vëm zjarrin jorganit dhe shpesh ne për inat të kolegu tim që nuk më vjen pas apo nuk më jep vota, nuk më mbështet, ne për fat keq kur marrim një pozicion. Pozicioni dhe funksioni që marrim është dhe duhet të jetë para së gjithë është përgjegjësi e përgjegjshmëri përpara çdo qytetari shqiptar, cili do qoftë ai për sa i përket qëndrimeve politike. Zotë Prenga, duke u përqendruar te argumenti juaj i fundit, si është e mundur që politika zyrtare e Tiranës nuk i arrin të imponohet Athinës duke kërkuar asaj zgjidhjen e çështjes Çame, çështjen e ligjit luftës që vijon të mbeten në fuqi që prej vitit 1940, apo edhe ato të fundit që ka të bëjë me deletimimin e kufirit detar, ku marrëveshjen e qeverisë kaluar gjykata kushtetuese hodhi poshtë në vitin 2009.
Unë mendoj që klasa politike shqiptare ka bërë gabime të pafalshme nga krahu i djathtë, ekstremi i djathtë deri në ekstremin e majt. Për fat keq ajo çfarë vazhdojnë të bëjnë përsëri është mos referimi tek ekspertët, tek specialistët, dhe atëherë kur ata i marrin, për fat keq ju japin si mund themi parimi i karrotës me shkopin, pra me kulaqen dhe kërbaqin, pra i japin diçka për t'i joshur në këmbim të shtremrimit të realitetit dhe të paraqitjes së ekspertizës ashtu siç dëshiron klasa politike. Klasa politike në këto 35 vite qeverisës e flas gjithmonë, për mua nuk ka qenë e qëndrueshme, nuk ka qenë vizionare dhe për fat keq nuk i ka mjaftuar koha për të punuar për kombin shqiptar, pasi ata kanë vazhduar dhe vazhdojnë të punojnë vetëm për veten e tyre. Zoti Prenga, ka dyshime të caktuara që tregojnë edhe në rastin e vizitës fundit të ministrit të mbrojtjes së Greqisë se Athina është duke bashkëpunuar me Shtetet Bashkuara të Amerikës ndërkohë për të zhvilluar projekte energjetike në detin jon, pra për të pasur iniciativa të caktuara apo investime të caktuara, ndërkohë që çështja e detit mes Shqipërisë dhe Greqisë ende nuk është zgjidhur. Ju si e shikoni rolin e Shtetet Bashkuara të Amerikës në këtë rast, duke qenë se dhe ambasadorja amerikane në Greqi vizitoi pak kohë më parë kryeministrin Edi Rama? Unë shikoj edhe besoj tek ajo që të gjithë presidentët e Bashkuara të Amerikës politik në të gjitha periudhat kohore e Amerikës ka thënë dhe vazhdon të qëndrojë besnike që nuk ka miqësi të përhershme, por ka interesa të përhershme. Nisur nga kjo parull, ata kanë qenë dhe do të vazhdojnë të jenë të lidhur drejt për së drejtë dhe të përqendruar tek interesat e tyre. Unë nuk duhet të sjell në vëmendje thënie një gazetar italian, ndoshta jo në ligjërat të drejtë, që është interesante, tha që kudo që shkon në për konflikte e gjendet Shtetet Bashkuara të Amerikës aty del naftë. Në këto kushte do thosha që lobi që pas lobit izraelit në Amerikë është lobi grek që ndikon fuqishëm dhe ata vazhdojnë të ndikojnë për realizimin e qëllimeve dhe të interesave të tyre. Dhe detyrimisht, krahasuar me lobin shqiptar që do thosha nuk ekziston, ose më saktë është i padukshëm, ose aq më keq që politika qeverisës e ditës nuk mendon për të nesërmën as për perspektivën e këtij vendi, ata e kanë gjetur krejt të lehtë dhe kënaqin në një farë mënyrë, po marr vetë shembullin nga vetja ime, detën që është një detyrë dhe deta kënaqet me një joshet, me një gjë fare të vogël, duke harruar detyrimin që ka në pozicionin dhe funksionin që mban. Kështu që ata luajnë dhe kanë mbështetje të jashtëzakonshme nga ana e Amerikës për arsye të interesave të përbashkëta ekonomike që kanë. Në këtë kuadër, edhe lëvizja që bëri ambasadore si quhet theksut e Shtetet Bashkuara në Athinë, që erdhi shpejt në 2 vizita blitz dhe shumë rufe për të vendosur e përcaktuar ato strukturat energjetike që lidhen me gazin kryesisht si në detin jon ashtu edhe në Korçë. Kështu që këtu do të jetë ajo pjesa që ne vazhdojmë të kënaqemi me pak dhe nuk shikojmë jo për të përfituar atë që nuk na takon, po për të qenë dinjitoz në përballjet, në diskutimet dhe në marrëveshjet që nënshkruajmë. Si mendoni, sa janë të lidhura lobi grek në Amerikë, zhvillimet në raportet mes Shqipërisë dhe Greqisë, si dhe ndikimi amerikan përmes Greqisë për të nxjerrë gaz apo naftë në detin jon, dhe nga ana tjetër blerja e Sazanit nga dhëndri i Donald Trump, Jared Kushner? Unë do ta filloja nga kjo e fundit, për sa i përket ishullit të Sazanit. Ajo akoma nuk është në nivelin, pra s'ka marrëveshje paktën de facto që është blerë apo s'është blerë. Po themi blerën tojza, si do të shfrytëzohet dhe si do të përdoret, ajo është për të parë, por Sazani ka qenë një nga pikat dhe nyjet nevralgjike që janë vendosur, kanë funksionuar dhe pastaj janë ndërprerë marrëdhëniet me Rusinë, sepse ai ishull nuk i përket vetëm Shqipërisë në aspektin strategjik, por i përket
edhe rajonit në të cilën nga aty ku është mund të kontrollohet e përdoret jo vetëm për turizëm, por edhe si një bazë e fuqishme për të patur një pikë Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Ashtu si Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë në të paktën në 3 kontinente strukturat e tyre ushtarake dhe diplomatike thjesht dhe vetëm për interesat e tyre. Ne përgjithsisht shqiptarët duhet të jemi mirënjohës Shtetet e Bashkuara të Amerikës në çdo moment, pasi ata kanë qenë që kanë vendosur edhe për këtë Shqipërinë londineze, edhe për Kosovën që jemi sot këta që jemi. Detyrimisht që kjo është pjesa strategjike dhe e mirënjohjes që ne duhet të kemi me Shtetet e Bashkuara të Amerikës.